e do Shqiprin kur ne të pastrojmë atë. Zoti vjen në shtëpi kur ne ta pastrojmë atë. Ndaj dhe ju garantoj se zero tolerancë ndaj korrupsionit do t'jetë motoja jonë. Të dashur miq, njeriu i lirë, njeriu i punës, njeriu i ndershëm, nuk ka armik më të egër se korrupsionin e qeveritarëve të tij. Korrupsioni vret mundësitë e trive, vret mundësinë e njerëzve. Korrupsioni mbjell krimin dhe pasigurinë. Korrupsioni mbjell skamjen dhe varfrinë. Jam këtu për të zotuar para shqiptarëve se zero tolerancë ndaj shpërdorimit vjedhjes pasurive tyre, parave tyre. Jam këtu për të dhënë fjalën shqiptarëve se auditi i përgjithshëm i narkoshtetit do u rikthejë shqiptarëve qindra miliona euro më shumë të vjedha prej tyre. Jam këtu para jush për të zotuar se organizatat kriminale kudo që janë, në Shqipëri, në Aruba, në Dubai, kudo të ndodhen, do vendosen para ligjit në Shqipëri dhe bashkë me ta ministrat kriminal, ministrat hajdut. Ligji dhe vetëm ligji, të drejtat e qytetarëve, shteti ligjor, janë dhe do mbeten motoja jonë. Miqtë e mi, Shqipëria madhështore është vetëm Shqipëria e ëndrrës së këtyre të rive. Ndaj dhe Shqipëria do jetë madhështore atëherë kur ta shtrojmë ne këtë në epicentër të teknologjive më të larta. Kur ta vendosim Shqipërinë në trenin e revolucionit teknologjisë së lartë, ta shtrojmë atë në epicentër të data qendrave, të inteligencë artificiale, të blockchain, kriptokarencë dhe kriptomonedhave, të internetit 3. Pra, a mu t'i bëj këto njëri që mbyll TikTokun? Ky burrec 2 metra i gjatë ka frikë nga trit, ka frikë nga teknologjia, ka frikë nga rinia. 11 maj është fundi i tij. E përsia, forca e jonë janë të pakrahasueshme me krahun tjetër. S'ka të krahasuar. Ata janë peng të shpirtrave të tyre me Katar. Ata janë peng të dosjeve të tyre. Ju lutem, krahasoni pak këta deputet me Lubit, me Damjan, me bushkat, me dushkat, me radhë. A kanë të krahasuar? S'kan asnjë krahasim.
po ndalemi diku tjetër. A nuk menduar se na zhduken nga faqe e dheut, dhe ja ku jemi sot, të fort më të fort se kur, sepse ne jemi njerëz besimit, të besimit të vlerave, të besimit tek liria, të besimit tek familja, të besimit tek Shqipëria, të besimit tek